Vetëm mendoni, vetëm çojeni përmend një herë. Sikur ky kundërshtari këtyre, ky armiku tjetër, ky bolje tjetër, Sali Berisha, të kishte shku me opinga në një takim si në Greqi, me kryeministrat e vendeve tjera, po të kishte shku në Bashkimin Evropian me opinga, Sali Berisha, ose me ata brezat, ose me qeleshën. Vetëm një herë, po të paktën ato ishin gjona kombëtare. Vetëm çojeni përmend se si do ishin ngrit këto shoshonja, këto zgjebe, këto nuk them gjithë Partisë Socialiste se bëj gabim, s'guxoj unë të flas kurrë, por këto që e mbrojnë, këtë Edi Ramën, këtë shkërdhatën, si do kishin bo, mendojnë e çojeni përmend, kurse ky idioti, ky psikopati, vetëm 3-4 muaj përpara, kërkoi falje për opingat, i kërkoi falje kryeministrit grek, sa e tjetri ishte vesh tamam me uniformë zyrtare, siç i ka alizat një burr shteti, kur takon një burr shteti tjetër, kurse ky lapanjozi jon, ky pederasti jon, vesh me opinga, se kujton se bëhet perëndimor, se s'ka bota pare me blej pa opinga. Nuk vetëm ky blejnë atë ditës në botë, ata s'kan pa ditës. O qyp, të gjithë ata që ke aty, kur hikin në shtëpitë vet apo në avion kur shkojnë i heqin edhe breket kush e di. Por kur del edhe takohet që përfaqëson një shtet, jo buthën tate më legen, o pederast, se nuk përfaqëson ti buthën tate as familjen tate kurv më qen, as zvaranikun kriminalin tate. Në kusht ka pjellë ty më kryes kurve, përfaqëson një shtet, përfaqëson një kom, or idiot, or maskara, or psikopat. A e diti që kur njerëzit shkojnë edhe për një intervist, të paktën këtu ku jetoj unë, edhe në qoftë se do të punoj fshesaxhi, apo me la pjatët në një restorant shkon me kollare, jo për të treguar kush janë, por për respektin e detyrës, profesionit. Ore, ti vjen nga një kom, po ti si e shqiptar, mor të qiv deri nonën, që ka edhe një shprehje të madhe. Si ishte ajo sa harova, që si mas kuvendit atë kude, tru që ka fillu të rjedhi. Por që shtri komët sa ma jargoni, nuk është kjo, s'ka rëndësi, por veshja ti vjen nga kombët më të mëdhenj të botës për sa i përket veshjes, për sa i përket uniformës, që ka qenë respektu në mënyrë të përpik deri kur erdhën këta klyshët komunistë dhe shkatruan çdo që tonën. A e diti që uniformët tona, ato qofshin me fustanella që edhe armiku më i madh i shqiptarëve greku s'ka mund ta eliminoj, po e ka vetë uniformën e gardës tyre, ato të arvanitësve me fustanella. A e diti që Ali Pasha i Egjiptit mahniti gjithë botën, jo vetëm arabe, po kushdo që shkonte nga perëndimi, e kam lafin nga Evropa, edhe mahniteshin me uniformët e gardës shqiptare, me ato kostumet. A e diti më qenë Birqeni që ne jemi një popull i madh që i kemi kushtu rëndësi jashtëzakonisht të madhe uniformës, rrobës, që të vishe si kur të vishesh për shembull s'ka guxu kush të shkoj me fustan me lule në vdekje mor të qiv deri nonën. Nuk ka guxu kush për shembull për 40 ditë ta prish atë uniformën e zi, se ku të di unë që kanë majtë atë sa shtëpie. Uniforma ke populli jote, kombi jote është gjo që është trashëgu prej shekujsh, kurse uniforma me kollare, me kpucët, me kostumin, janë norma që nuk guxon një halebak, një pederast, një psikopat ti përlyj. A e kupton ti mor idiot se sa që sharaku bone, se dalin këto mediat u bo objekt humori. Objekt humori është ore me mytën me këto eufemizmet, me gjithë këto kanale televizive, gazetaret, po kush i ka pill këto që janë kaq eufemist? Është objekt tallje mor të qiv dhe renonën, jo objekt humori. Humor ku të ketë edhe kuptimin me bo një gallatë aty me qesh, me bo shaka me njëri tjetër, mor qyp.
është objekt talje, për talë vetën, nonën ati se qa kokën e së është pederast, nuk kanë fytyrë pederastët, vetëm këto shkordhatët që emrojnë, këto halet që emrojnë, u bë objekt humori, u bë objekt talje për talje dhe jo vetën e vetë, po na shënderon si kam, po na e heq nderin, po i bravo i qollë kësaj renison e këti populli që është ngrit kom, jo këtyre haleve, që dalin për gjithë natën e të shajnë jo mua, jo tjetër kush kritikon, ne nuk na ruhet trapi për ju. Jo, po doli prap ky surrati plidhet në sate më shkordhat, se ka mekanizma këtu, nuk të pëlqen surrati im ty më qenë e birqeni me bon blok, nuk më shef. Jo më ndjek për gjithë natën si një halesh me ardhët i në posta, dhe ky surrati parujt, hajde na ha mutin. Vëhu qiv dheri nono dhemja. Surati im nuk është për ty. Surati jot nuk është për mu. Unë nuk flasë për ty më shkordhat se ty edhe 4 milion t'i hoqë sot Rama. T'i japi një regjiu që vjen me një femër pa brek, që bon një martes thjesht për të bë pare më shkordhef shanonën, i heq 4 milion nga buxheti i shtetit dhe i shtet që s'ka hale në spitalet e Firit. Ati shtet që dënon i nëzirë fëmin 12 vjeçin nga spitali se baba ka shku në protest. A i shtet me 4 milion euro të emergjensis. Kur s'ka një zjarë fikse me fik, një zjarë atje në pyllë, kur bje pyllë të vinë nga Kosova, në shujnë zjarën e pyje dhe mërë të qifë deri nonën. Heq 4 milion euro ki pyllë none se di që do hiqet vetë nga buxheti. Se kemi klysh në përgjukata që shkojnë të arrestojnë, se kemi dhemje në ushtri që shkojnë të ekzekutojnë, i bohet pushtet tradhtarëve të tillë, ekzekutohen njërës të tillë mund në kryeministri më uqiv deri nonën. Polic koti, nuk duhet i bindeni ju një urdhri që është antipopullor. Vetëm në qoftë se populli vjen, se për shembull i thot Sali Berisha sulmoni kryeministrin, por është një parti dhe nuk është popull, aty do të mbrosh ti dalsh gjoja kundër protestave, sa kohë që nuk të marrin përpara, po jo kundër popullit. Ç'është kjo? Do vinë ato si harriq i madh. Se ato të natës do vinë të bëjnë mbledhjen samitin tjetër në Tiranë, e kujti ruhet trapi se për 2 orë, ku hajnë e ku dhjesin ato. Ori që, por idiot, ajo nuk është arritje. Se ku vendosin ato të mblidhen këtë rallë. Or shtet koti, or mjeran këta që e mbrojnë këto. Në doli prap ti neve nda flasësh, nuk flas për ju mor shkordhata. Nuk flas për ju mor idiot, se jeni idiot, po ja boni gropën vetës çdo ditë. Arsye që ne ju kemi marrë përpara është se ne jemi ndryshë nga ju. Por ju për kërkoni dhe t'ju marrin para, po ne nuk dum t'ju marrin për para në atë formë. O ju qif deri nonën, or idiot, or klysh, or maskarej, or shqiptarët e mi. Nuk ka rrugë tjetër. Ai po harxhon çdo lek s'guxon shteti. Nuk guxon shteti të marr parat e emergjencisë me dhon një zezaku, një rregjiu atje sa më të heq vëmendjen që të knojit, se do vi aty me gjoje grunë vet, që e do dal pa brek para shqiptarëve. Edhe si thot, ka marrë 4 milion euro. Ja merr shqiptarëve 4 milion euro. Ja merr buxhetit e emergjencisë shtetërore, ja fal një zezaku, edhe thot do fitojmë 400 milion euro ne. Ore qyp. Si do fitosh ti ku do i marrësh edhe pare? Do ja marrësh shqiptarëve? Shqiptarët do vinë, do nxjerrin lekët nga xhepi, të paguajnë ty si e morët, ore kjo s'ka logjik, kjo idiotësia këti ignoranti marrë. Si ka njëri në këtë botë që jam mbron këto hale, këto zgjebe, që më del më pinga aty para botës, se vetëm ky ka atlete, që thot, i morën paret e shtetit, ja jap zezaku të vitë kënoj me grunë pa brek këtu, se ne do bëjmë pare, në radhë të parë, ky është biznes privat. Pra në qoftë do ketë fitim, do ketë ai klyshi që është lidh prapë me edin që ka organizu, paret ja pagun shteti, pra mos investoje i privati, paret ja morë shqiptarëve që të blinë bileta, të ndaj me atë maskara që ka bo
organizu koncertin, edhe të thot që bën pare, ore popull, a jeni ju në vete me këtë njëri? A duhet ne akoma të vazhdoj me këtë protesta paqësore, me këtë klyshkurve? A duhet ne akoma të dorojmë këto hale, që e mbrojnë këtë të mos i qim nonën mëre? Po si mëre mahet zgjebi aty në trup, po si mahet kanceri në trup, që jo po mos të luftoj me kimoterapi, po të themi o kancer dil, o kancer ik. Ore nuk është më koha, unë e di që duhet jeni paqësore, keni po paqen, ose ju po shiteni ke edhje, po talleni, pra po doni ta shkatroni këtë protestën popullore derisa të bjerë në qetësi se s'bohat asgjë, ose ju të shi po e humni të rumë, se dilni e boni protesta në dargët, ti thuj protesta, i thot po e mbledh për qefë kënojnë. Që të dëronë Ramën të iki nga protestën që boni në dargët, kur ju nuk e blokoni nën punëset mos futen në kryeministri, kur ju nuk e blokoni atë parlamentin që për këto deputetët shkërdhat mos hynë në parlament, kur ju nuk e blokoni aeroportin që mos dalin këto njerëzit e qeverisë, se populli thjesht duhet dali. Kur ju nuk shkoni të blokoni naftën që po të merret nga Berati e Vidhut çdo ditë, që shkon në arkët e këtyre majmunëve që kanë falsifikuar bo pronar këto Berisha dhe Rama, kush janë këto? Çfarë është kjo protestë, më vëllezër e motra? Ore ju du shumë, s'ka pa botë protestë më të mirë në botë. Po vjen një ditë që e kuptohet që s'po bën gjë, se këta janë lule, ai po thot okej, kërceni kënoni, unë vazhdoj vjedh pronët e juja, par dje i dhash Pashait, i dhash Agajt, i dhash Sultanit, 80 dulim tokë në Vlorë, të qifsha Vlorën, thot ai, se çaj trapin unë për vlonjat bilen, qa është ai pedrasi, ai qa bëthën se pedrasi, nuk e qaj unë për ju, mund zemër të Vlorës, ja mërë 80 dulim tokë, e sot i merë 4 milion euro, buxhetit shtetit, rezervët e emergjencisë i api një zezaku, që të vjerë neve edhe që është armik, pale, armik i përbetumi që futëve dhe Izraelit, kur do dhe shfaqet se Izraelit, si broti se Izraelitit, o ju jeni, o populli i madhë, po boni gabimet mdoja. Ka ardhë koha me ja qinonën, po kush t'ja qinonën, se do kanë frikë se na e ka moriti edhe sale protestën. Për arsye se çdo protest është madhështore, kur nuk bën krim, kur nuk bën ndërmuj mos bëj kur, por në qoftë se kalon në bëhat hama si diçka me elon mëzdore, na e kanë morë, nuk kanë frikë, ai që du protestën të vazhdoj, por të vazhdoj katë. Në qoftë se protestën mlidhet natën, kur mos të ketë hikra, ama mos të ketë marru punët aty në qeveri, me pazarliqet që bëjnë në ndarjen e pareve, vjedhjen e fshehjen e dokumenteve, në pasën darkë si Lazzore, o Lazzore, me fal një kokër ve. Unë kam frikë se kjo protesta është ble. Unë nuk e them këto që të përçahet protesta, por e them dhe qoftë se protesta nuk është e bleme. Protesta nuk duhet kur të nisë dhunën e para. Por protesta duhet marrë e veprime serioze, të mençura, të pjekura në dorë, të bllokoj parlamentin si kemi uzurpues, të bllokoj bankën kombëtare, të bllokoj gjykatat se gjykatat janë të shitme dhe janë tradhtare, të bllokoj kryeministrinë, edhe ato po përdoren forcë, pastaj le të nisim forcën. Por jo ne të përdorin forcë, ne t'i blokojmë ato. Ato po deshën të bëjnë luftë me popullin, se duan të marrin me arrogancë, le ta bëjnë pastaj me ne. Vetëm ne mos të hapim përpara dhunën, por ama duhet të bllokojmë qeverinë. Në qoftë se duam qeverinë të bjerë, se ndryshe s'ka si bjen, o ama në koncert dilti se s'du të përdor kimoterapi. Kjo është budollik me ok. Ose janë të shit ata që po përdorin këtë lloj propagande, këtë lloj politike. Edhe njëherë nuk e them këto, kam frikë të them këtë, për arsye se do të dekorojë njerëz që mos shkojnë protestë. Por duhet një tjetër strategji, jo të dalim në dhunë, jo të thyjmë xhama, jo të thyjmë biznise, por të bllokojmë. Të mos lejmë njëri të na futet në institucionet tona shtetërore. Nuk ka më punë Edi Rama të hyjë në kryeministri, nuk ka më punë
ta u lanë balët hynë në parlamentit tonë apo Sali Berisha. Duhet i blokojmë. Vetëm kështu mund të bëjmë pak punë, të blokojmë ato të letë përdorin forcë, po përdorin forcë, atëherë të përgjigjemi me forcë. Të bëjmë thirrje ushtrisë dhe policisë bashkohen me ne. Mos përdorin forcën ose të kthejnë forcën kundër kriminalëve që kanë uzurpuar institucionet tona. Sa më gjoka ju përshëndet.